marrë një përgjigje. Haklaj, na thuaj tani, kishte apo jo fjalë kryeministri Edi Rama, për cilën në fakt zoti Berisha sot politikisht se kishte përgatitur 60 minuta fjalim? Unë sapo e thash në fillim të emisionit dhe pe ritheksoj edhe një herë. Se 60 minuta zgjasë total. Organizator të protestës, pas protestës së Prishtinës dhe të Hagës, janë organizatat e veteranëve të luftës. Të UÇK-s, shoqata invalidëve e shoqata familjeve dëshmorëve. Unioni Artistik i Kombit Shqiptar që përfaqësoj unë, shoqata Tirana dhe mbi 16-17 shoqata patriotike të Shqipërisë që kanë bërë një takim dje dhe një konferencë për shtyp. Okej, por do të jepej hapësirë kryeministrit një orë për të folur? Edi Rama e ka hedhë njoftimin tek faqet e vetë. E ka shpërndar, po? E ka shpërndar. Edhe Taulon Balla ka bërë një thirrje publike. Po? Dhe unë vetë personalisht u kam dërguar të gjitha partive politike edhe spotin, edhe është një ftesë letër, po jo me emër. Në protest nuk ftohesh. Pastaj, unë se nga e ka marrë zoti Berisha, që ka një 60 minuta, e protesta mund të zgjasë 60 minuta kretë. Me të flasë Rama. Dhe një miki imi më tha që keni rëshqit majtas. I kam këtu mesazhet. Po jaru i emrin, thash, nuk ka majtas as gjathash. Është protest gjithë kombëtare, fton gjithë politikën shqiptare dhe tjetë një moment, dhe doli dhe këtu në studio, më vjen mirë që doli nga miku im, është moment reflektimi, bashkimi, pajtimi për të lënë me njënë, ose për të marrë sigur harruam që të na bashkoj ushtria çlirimtare e Kosovës. E nëse thash vjen Rama dhe e merr fjalën, sille Berishën e që japim fjalën. Por, ka qenë një vendim politik, ka thënë sot në parlament, zoti Berisha që nuk do t'jenë pjesëmarrë. Po, vendim politik, për tani Berisha ka thënë jem bërë 9 grada për Kosovën, e shpëtova ndarjen e Kosovës, e detyruan Edi Ramën. Kush e detyroi? Që të largohet, mos jeti pranishëm në protest, po citoj zotin Berisha. Tani ti po pyet njërin nga organizatorët, edhe tjetër është aty. Po, ja do ta pyesë. Dhe disa tjerë janë po në Tiranë, që kemi pas takime gjithë këto ditë, dhe nuk është diskutuar fare. Por organizatorët kanë përshëndetur strukturat shtetërore, policinë e shtetit, e cila ka marrë përsipër sistemimin e automjeteve tek bulevardi i ri për te bulevardi Zogu i parë, Bashkinë e Tiranës që ka dhënë lejen, drejtorinë e policisë Tiranës, a janë institucione shtetërore. Dhe minimalisht i ka falendëruar për bashkëndimin e veprimeve për të shkuar mbarë protesta. Dhe thirrja është gjithë kombëtare, po i theksoj edhe herë. Thirrja është pa dallim bindesh politike, pa dallim përkatësisht fetare, të jemi të gjithë bashku në sheshin që është Kastioti Skënderbeu. Kur më shumë se sot nuk është i domosdoshëm mesazhi i thuprave të Skënderbeut. Unë sapo lexova atë pashiçin se si i ndan shqiptarët. Po, zoti Lati, nuk do ketë kështu përzierje politike, le të themi, ëh? Se dhe si pjesë e organizimit, keqim çdo dyshim për gjithë teleshikuesit që kanë ndjekur sot një maraton të diskutimeve tani do t'i them dhe folcit. Do t'i them dhe folcit? Po, disa na i treguan. Jo disa gjithë. Jo disa gjithë. Tani ka marrë fund. Do t'i them gjithë. Tani që utëroj që Rama thua kanë marrë fund. Jo, të lutem shumë. E keni me datë, keni pas përpara të njëjtën. Po, patjetër. Okej. Ne kam thënë dhe në studiet tjera se kush do flas. Okej. Jo vetëm unë, po, ka rënë konsensus grupi organizator. Okej. Unë i falenderoj